Gjykata e posaçme ka vendosur që SPAK mund të kqyrë celularët dhe pajisjet e tjera elektronike të sekuestruara nga ish-vartës e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku në kuadër të hetimeve për shkelje të barazisë në tendera dhe korrupsion. Ky autorizim u dha në 19 mars pas shqyrtimit të procedurave të kontrollit të pajisjeve elektronike nga gjykata kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese erdhi pas ankesave të ish-drejtorit të ARSH-s Gentian Gjyli dhe ish-kreut të KSH-s Erald Delezi lidhur me mënyrën e përdorimit të pajisjeve të sekuestruara. Kushtetuesja vendosi se prokuria mund të zbërthejë telefona dhe pajisje elektronike vetëm me vendim gjykate, duke garantuar respektimin e privatësisë dhe kufizimin e qasjes së materialeve që lidhen me hetimin. Sipas argumenteve të gjykatës së posaçme, nga celularët e ish-vartësve të Ballukut mund të nxirren të dhëna të dobishme që përkrahin hetimin e SPAK. Gjykata ka theksuar se gjatë zbërthimit të pajisjeve, prokuria duhet të sigurohet që të aksesojë vetëm materiale relevante për dosjen, ndërsa çdo informacion tjetër i përfituar duhet të asgjësohet menjëherë. Vendimi siguron vijimin e hetimeve në mënyrë të lishme, duke respektuar të drejtën për privatësinë të akuzuarve dhe duke u fokusuar në provat që mund të ndikojnë në zbardhjen e përgjegjësisë penale.